Ndikimi i muraleve në transformimin e qytetit të Ferizajt është ligjërata që mbajti në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi, artistja dhe dekania e Fakultetit të Arteve të Aplikuara në Universitetin e Ferizaj në Kosovë, Lebibe Shabani. Së bashku me Departamentin e Arteve në Shkodër, Shabani tha se prania e saj ka për qëllim nisjen e një bashkëpunimi mes të rinjve në 2 shtetet shqiptare. Ka muaj ndoshta që kemi filluar disa iniciativa për të filluar bashkëpunimet fillimisht si 2 universitete, pasi që unë punoj në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në Fakultetin e Arteve të Aplikuara atje, dhe gjithashtu që kemi një organizatë artistike ku realizojmë shumë murale atje, dhe kemi dashur të fillojmë një bashkëpunim në mes të rinjve për realizimin e muraleve, por që përshpresojmë që së shpejti verse do të implementojmë këtë ide projekt. Por sot kam ardhur të bëj një ligjëratë, të mbaj një ligjëratë dhe të bëj një prezantim të shkurtër në lidhje me gjithë punën që ka realizuar Organizata Artistike Mural Fest Kosova në Ferizaj dhe në Kosovë në përgjithësi. Ndërsa pas ligjëratës do të filloj realizimin e një murale brenda këtyre hapësirave. Sipas Shabanit, muralet në Ferizaj të Kosovës kanë ndikuar pozitivisht në qytet, ndërsa temat e trajtuara janë sociale. Kanë ndikuar shumë pozitivisht, pasi që kanë bërë një transformim të madh artistikisht në qytet. Kuptohet se një fasadë thjesht, një ngjyrë thjesht dhe një vepër artistike dallon ndokshëm. Dhe e vlerësoj shumë pozitive iniciativën që kemi filluar me komunitetin artistik atje dhe që padyshim që kjo punë duhet të vazhdojë më tonë. Mural Fest Kosova për 10 vite ka trajtuar tema të ndryshme, kryesisht temat që trajtojnë janë sociale, për të drejtat e njeriut dhe veçanërisht të drejtat e grave, por kemi pas edhe tema të ndryshme, sikurse mbrojtja e mjedisit. Muralet janë shumë të rëndësishme, pasi që janë vepra artistike në hapësira publike dhe përçon një mesazh jo të një individ ose jo të një galeri e mbyllur, por përçon mesazhet tek çdo qytetar kushdo që kalon në atë hapësirë. Janë prit mirë dhe kjo ka qenë një shtysë shumë e madhe, një motiv shumë i madh për ekipin e Mural Fest Kosova të vazhdojë më tutje. Shabani ka zgjedhur Shkodrën, një qytet që ka nisur të aplikojë muralet nga artistë të ndryshëm. Shkodra është djepi i artit dhe i kulturës, edhe ne kemi ardhur këtu për me dhënë, por edhe me marrë nga Shkodra. Unë personalisht kam pa murale të bukura, shumë të vlefshme, sikurse që është motra tone, si murali realizohem këtu në Shkodër. Kemi pas një partneritet të mirë edhe si komunë si Ferizaj, së fundmi edhe si universitet, po edhe si galeri e arteve. Personalisht kam pasur një ekspozit para 4 viteve këtu në Galerinë e Arteve në Shkodër, kështu që është një binjakëzim, ta quaj, shumë i mirë. Pas kësaj ligjërate, pritet që artistët e rinj në Ferizaj dhe në Shkodër të ndërveprojnë dhe të mundësojnë realizimin e muraleve të ndryshme në të dyja këto vende.